tariff war. Percent tariff. Post-tariffs. New tariffs on steel and aluminum. The trade war is on between the world's two largest economies. Tarifa. Si u bë kjo fjalë kaq shpejt sinonim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po, në fakt kjo është kryevepra e Donald Trump pas rikthimit në krye të Shtëpisë së Bardhë. Rikthimi i papritur i tarifave dhe ndikimi negativ i shkurtimeve në sektorin publik të shpallur nga Musk, të dhënat e stagnuara të punësimit, janë vetëm disa nga veprimet që kanë prodhuar indikacione ekonomike pothuajse zhgënjyese në SBA. Meksika, Kanadaja dhe Kina ishin shtetet me të cilët Trump nisi luftën ekonomike. Vendosi tarifa prej 25% për mallrat meksikane dhe kanadeze, ndërsa tarifa shtesë prej 10% për importet kineze. Sipas Shtëpisë së Bardhë, tarifat synojnë të bëjnë presion ndaj këtyre shteteve që të bashkëpunojnë më shumë kundër drogës dhe për sigurinë kufitare. Por kjo politik kritikohet nga ekonomistët. This is pretty much a self-inflicted wound. President's emphasis on tariffs right now is misguided. I think we have a very wobbly economy. Duke filluar nga Kina, e cila paralajmëroi për pasoja, 采取的反制措施完全是维护自身权益的。 edhe Kanadaja edhe Meksika paralajmëruan se do të përgjigjen me masa edhe më radikale. And so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré. Sikur kjo të mos mjaftonte, Trump kërcënoi se do të vendos tarifa prej 50% ndaj çelikut dhe aluminit nga Kanadaja, por pastaj u bë pishman, pasi provinca e Ontario kërcënoi për tarifë shtesë ndaj energjisë elektrike që shet në Michigan, Minnesota dhe New York. Jashtë tarifave nuk mbeti as Bashkimi Evropian. SBA-ja vendosi zyrtarisht të risë tarifat për 25% ndaj importeve të çelikut dhe aluminit nga Bashkimi Evropian. Këta të fundit u kundërpërgjigjen menjëherë me kundërmasa. Pasi tarifat e reja të SBA-s janë dukshëm më të gjera në shtrirje dhe ndikojnë me një vlerë dukshëm më të lartë të tregtisë evropiane, Komisioni më 12 mars nisi procesin për të vendosur kundërmasa shtesë ndaj SBA-s. A u mjaftua me kaq Donald Trump në krye të Shtëpisë së Bardhë? Jo, prit. Ai tha se dëshiron kanalin e Panamas, Grenlanda nga Danimarka, por edhe gazën e Palestinës. E gjithë këto kanë sjellë rënje në tregjet e aksioneve të SBA-s dhe kanë rritur frikën se ekonomia më e madhe në botë mund të shkojë në recesion. Tarifat dhe kundërtarifat, si dhe paralajmërimet për vendosje të masave të reja nga muaji i ardhshëm, kanë nxitur frikën e një lufte tregtare globale. Në fund të gjithë shtrojmë dilemën: apo i sjell Donald Trump epokën e artë Amerikës? Po a do të flasë më mirë?